Nderuar shikues, mirë mbrëma, ja ku jemi këtu në podcastin e Lirisë në Okult aktualitet, ku do flasim pak sigurisht për ngjarjen e sotme, por edhe pak për zgjedhjet, por sidomos për takimin e shumë përfaqësuesve të vendeve, pothuajse të gjithëve vendeve të Bashkimit të Evropës me përjashtim të Bielorusisë dhe Rusisë. Të gjithë tjerët, pothuajse 47 vende në mos gaboj, kanë marrë pjesë liderët e tyre. Mirë, para se të fillojmë të flasim për këtë temë, dëshiroj t'ju kujtoj që të bëni subscribe kanalit, që të merrni njoftimet e emisionit tonë sa herë që ne t'i hedhim në internet në kohë reale nëpërmjet një notificationi, dhe sa herë të hapni YouTube-in, ato t'i keni të preferuarat emisioneve tuaja. Gjithashtu, dua të falenderoj të gjithë sponsorat e emisionit tonë, cilët do dalin vazhdimisht në ekranin tonë, dhe dua t'i kujtoj të gjithë që mund të vizitojnë dhe gazetën tonë okult.org në Google, ku mund të merrni lajme të veçanta krahas lajmeve të përgjithshme me ngjarjet që ndodhin kështu në mbi sipërfaqen e oqeaneve, majën e icebergut, keni dhe nga ato të shkaqeve, jo nga ato të pasojave që duken, por dhe nga ato të shkaqeve që veprojnë poshtë sipërfaqes, poshtë syprinës së oqeanit, ku lëvizin akullnajat e historisë. Gjithashtu, ata që duan ta shikojnë emisionin tonë me titra në çfarë do lloj gjuhë mund që lejon YouTube-i, mund të krijohet kjo mundësi tash dhe me videot në gjuhën shqip. Mirë, rreth 3-4 ditë pas përfundimit të zgjedhjeve në Shqipëri, ku Edi Rama, nuk mund të themi shprehjen fitoi, është një diçka e pabesueshme edhe për vetë socialistët që ta themi këtë shprehje, por duhet të themi mori rezultatin prej, nuk e di, 53%, dhe me një shifër të tillë mori më shumë se 53% të vendeve për shkak të sistemit që përzgjidhet, që quhet The Hunt, për të cilin ne kemi folur se çfarë është, kur mund të ilustroj një shembull përsëri për ata që nuk më kanë dëgjuar në emisionet e para. The Hunt është një mënyrë e llogaritjes së fitimit të mandateve në këto rajonet, ku për shembull do japim një shembull. E them se në një zonë rajonale ka 4 mandate. Dhe aty 3 forcat e para kanë përkatësisht 10.000 vota, 9.999 vota, pra një më pak forca e dytë, dhe 9.998 forca e tretë. Me 4 mandate, si ndahen, do thoni ju do thoni që merr 2 e para, 1 e dyta dhe 1 e treta. Jo, e keni ditur gabim. Marrin e para dhe e dyta nga 2 vende, dhe e treta s'merr asnjë. Pse? Sepse rregulli është kështu që vendin e parë e merr ajo që ka më shumë vota kur pjesëtohet numri i votave me 1. Ajo që ka marrë 10.000 vota pjesëtohet me 1. Dhe në fillim e merr si numër votash, pastaj pjesëtohet me 1 për të marrë të dytën. Kjo që ka 9.999 është e dyta, dhe nuk e merr dot të parën, pra e merr e para sigurisht, dhe kjo është një diçka e rregullt. Pastaj të dytën pjesëtohen të treja me 1 dhe del përsëri një njëjti numër. Dhe kur pjesëtohet me 1, kjo e para ngelet prap 10.000 dhe merr dhe të dytën. Pastaj pjesëtohet me 2, kjo e para, që del 5.000 dhe e merr e dyta të tretën. Dhe e dyta e merr me 9.999 dhe pastaj pjesëtohet me 1, ka prap 9.999, kur kjo e para kalon 5.000. Pra e dyta merr 2 prap. Dhe nuk i ngelet kësaj që ka 9.998, pra një më pak se e dyta, kjo që është e treta, nuk merr dot asnjë mandat. Dhe në këtë kuptim, në 7 zona elektorale të Shqipërisë,
PD-ja në Korç, mos gaboj, ka marrë 1 mandat më shumë, që mund ta merrnin partitë e reja, dhe në 6 ose në 7 zona tjera elektorale, PS-ja ka marrë rreth 8 mandate ose 9 mandate më shumë se sa i takon me formulën dëhon. Se kjo që u shpjegova unë fillon prap nga e para, për pasi kalojnë 4 mandatet, pjestohet me 3, me 4, me 5. Dhe në këtë kuptim, edhe në qoftë se PS-ja ka marrë pa intimidim, pa përdorur para të shumta, pa përdorur presionin mbi administratën, pa përdorur marifete të ndryshme që i kemi parë dhe në për video, ku i zvenc kryeministri se s'po më kujtohet emri, Rëm Braçe është kapur në një zyrë elektorale në një mënyrë dyshimt, ku shumë njerëz që ishin aty brenda është kapur nga militantë e aktivistë e Partisë Demokratike, ose çënsi ka dikush që ka vajtur atje, dhe ka kërkuar, ka thirrur policinë, ka kërkuar që policia të vijë aty në zyra elektorale dhe të bëj kontroll çfarë kishin ata në për çanta dhe në për falni, dhe të gjithë i kemi parë që janë larguar me vrap me çanta në kuris. Nuk dihet se çfarë kanë pasur në këto çanta, ndoshta flet votimi, ndoshta para, ndoshta ndonjë material tjetër kompromentues. Nuk mund ta paragjykojmë, por fakti që ata u larguan me vrap dhe ikën, tregon nga frika e policisë, tregon se ka pasur përpjekje në mes Tiranës të bëhen manipulime dhe jo në vendet tjera. Gjithashtu ne në këtë vend jetojmë dhe dim se janë përdorur shumë metoda të ndryshme ku ju janë dhënë para njerëzve që kanë qenë në zonën gri ose nga anë e PD-s, po jo militant të thekur, por mund të kenë qenë dhe shumë militant të cilët pranojnë ta shesin votën e tyre. Këto janë raste pak më të ralla sigurisht, dhe ju është marrë karta e identitetit dhe kjo është bërë në rrethinat e Tiranës, janë kapur edhe ka prova. Dhe për këtë, gjithashtu mediat e ndryshme kanë zbuluar që përdoresh edhe një marifet tjetër që unë se kisha dëgjuar dhe nuk e dinja, ku militantët socialistë jashtë qendrave të votimit marrin, sigurojnë disa flet votimi, 5 ose 6 ose 7, shumë si ka, dhe i mbushin, janë të vulosura, të firmosura nga brenda, dhe i mbushin dhe ja u japin atyre për të cilëve ju kanë dhënë para, por që dyshojnë që edhe mund mos ja u japin votën. Dhe i japin një flet të mbushur, të palosur, i thonë futëm xhaket, edhe shko, do edhësh këta. Dhe fletën bosh që do marrësh tenden atje në komisioni, atje brenda do ta mbështjellësh, do ta palosësh, do ta futesh nga xhepi tjetër këte, do ma sjellësh mua kur dalësh. Dhe kjo flet tash që dilte bosh, kjo që merrte votuesi që duhet ta mbushte në fakt, dhe ti the atë, po i the këtë që jepnin jashtë, që ishte për Partinë Socialiste, ky detyrohej këtë fletën tjetër e kthente bosh jashtë, dhe kjo mbusheshe prapë për Partinë Socialiste dhe i jepeshe dikujt tjetër i cili bënte të njëjtën lojë pafund me të gjithë ata që dyshonin. Dhe në qoftë se vinin për shembull njëkohësisht 2 ose 3 ose 4 veta që kishin marrë lek në të njëjtën kohë, ose 5 veta që kishin marrë lek, po që këta dyshonin që mund të mos i votonin, ju menin leket edhe nuk ju jepnin votën, atëre për këtë moment ju jepnin këto fletët, tynin këta 4-5, dilin me fletët bosh, si që u shpjegova, dhe në qoftë se vinte ndonjë tjetër i këtij lloji prapë që dyshonin këta, e mbanin aty e theshin prit mos hyr, do të themin ne, kur menin fletët bosh i mbushnin përsëri dhe ja jepnin. Pra, si një punë treni kështu njëri mbas tjetrit, nuk e di se si quhen këto marifete, këto metoda, dhe janë bërë pra abuzime dhe vjedhje. Shiko, unë e kam thënë vazhdimisht që në çdo vend të botës, në qoftë se nuk ka një revolucion me dhunë për t'i përmbysur një qeveri, flas për vendet demokratike ku ka rotacion, asnjë qeveri nuk bie në qoftë se ajo nuk do vetë të bjerë, nuk ka konsensus për rotacion dhe për të lejuar zgjedhje të ndershme, se të lira zgjedhjet mund të jenë. Ti
ty së ndalon njeri, po të duash të vesh të votosh, e ke emrin në listë dhe kështu duket në aparencë sikur votimet janë shumë të rregullta. Por në fakt këta punojnë me atë sistemin e kontrollit shumë sofistikuar. Socialistët janë shumë ekspert, Partia Demokratike dhe në përgjithësi opozita, Partia LSI-së dhe këto partitë e tjera, kanë dalë nga një knockdown i rëndë ku kanë qenë të shpartalluara, ku gjithë mafja e re e drejtësisë e cila u krijua nga ndërkombëtarët dhe Partia Socialiste dhe Edi Rama, i cili në fakt nuk është një kryeministër i shqiptarëve, më tepër se sa është një kryeministër i ndërkombëtarëve, dhe ai nuk e ka problem që për të mbrojtur familjen e vet fizike, djalin e madh Gregoria Çekaj, Zaun e ku e di unë lindën, është gati për të mbrojtur bytën e vet të shes gjithë Shqipërinë, dhe këta e ka treguar me prova që ai është një esmen dhe është i gatshëm të bëjë çdo gjë që i thonë ndërkombëtarët, madje komploton bashkë me ta kundër interesave të Shqipërisë, nuk e ka problem fare. Në Shqipëri dihet që këtë vit votuan dhe rreth 180.000, në mos gaboj, emigrant, ku nga emigrantët Partia Socialiste ka marrë 1% edhe më të madhe, 2-3% më shumë se sa ka marrë nga votuesit vendas. Kjo lidhet me dy faktorë, mendoj unë, ose ka manipulim dhe ka dyshime që shumë vota, sidomos të ardhura nga Greqia, që është një nga vendet ku ka shumë emigrant shqiptar, ka një votim të njëtrajtshëm me të njëjtin stilolaps dhe të gjitha me X, nuk ka ndonjë me plus që është një mënyrë që mund të votohet dhe me plus, por vetëm me X, dhe ato distancat nga kuadrati janë pothuajse të njëjta të gjitha, nuk ka ndonjë tejkalim, kështu që ndonjëri ta bëj më të gjatë X-in ose më të shkurtër. Pra ka dyshime nga opozita që këto janë mbushur nga një dorë dhe ka manipulime. Sigurisht kur duan të manipulojnë votat e emigrantëve ashtu siç erdhën me zarfa, mundësit e qeverisë për ta bërë një gjë të këtillë sigurisht janë të mëdha, aq më tepër që në krye të KQZ-s ndodhet një njeri, një ujk i vjetër i sprovuar dhe shumë profesionist që punon vazhdimisht për të majtën shqiptare, siç është kryetari i KQZ-s Seli Bashi. Nga këto zgjedhje Partia Socialiste mori 810.000 vota dhe më shumë se sa gati dhe 100.000 vota më shumë se sa kish marrë, nuk e di, në 2021 kishte rreth 730.000 vota, pra dhe rreth 90 dhe 80.000 më shumë vota, të cilat këta thoni që janë votat e marrë nga emigrantët, por ndërkohë ka një rënje prej 180 ose 200.000 votuesish brenda vendit. Pra aq sa që ka nyrë në votime nga ana e migrantëve, po aq është rritur numri i abstenuesve, të cilët nuk kanë marrë pjesë në votime, sepse në fakt numri votuesve është gati një lloj ashtu siç ka qenë dhe në vitin 2021. Ajo që ne kemi thënë tjetër si postulat i dytë është në parashikimet tona, kemi thënë që kabala, liberalët, globalistët të cilët sot sundojnë Evropën, mbështesin Edi Ramën, i cili është një mik personal i krye globalistit që është, ose i agendave globaliste, njeriu që është në krye të agendave globaliste të majtës, familja Soros dhe institucionet që ai ka ngritur. Parashikuam gjithashtu që Shtetet e Bashkuara, që kanë qenë paterica kryesore e udhëtimit të këtyre 12 viteve derisa erdhi presidenti Trump, sa ishte presidenti Biden, në pushtet për Edi Ramën ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje ambasadorja amerikane Yuri Kim, por dhe përpara saj kanë bërë përpjekje të mëdha për varrosjen e opozitës në Shqipëri dhe çimentimin e fuqisë Edi Ramës, duke i dhënë një çekiç në dorë që ishte gjoja drejtësia e re, ku duket aptazi që Altin Domani dhe Spaku
institucionit të prokurorisë speciale në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka vepruar për çështjen e korrupsionit dhe këndvështrimin ndaj partive politike në krah të Edi Ramës. Është e çuditshme dhe jo logjike se si mundet një parti pas 12 vjetësh të vazhdoj të marrë të njëjtin numër votash ose të rritë numrin e votave mbas hyrjes së vektorit të votave të emigrantëve, nga 730.000 që ishin vitin 2021, kur kishte 8 vjet konsum, të shkoj 810.000, kur dihet që partitë sado me sukses të qeverisin, përsëri ato konsumohen dhe numri i mbështetësve, ky është postulat, gjithmonë vazhdon të pirë, vetëm në vendet diktatoriale ose në vendet ku mbështeten sundimtarë ndryshëm për stabilokraci dhe jo për demokraci, siç është dhe Shqipëria, siç është rasti i Edi Ramës, i Alojevit në Azerbajxhan ose i Lukashenkos në Bielorusi, mundet të ndodhin absurditete të tilla që të rritet numri votuesve në një kohë kur është dëshmuar haptazi me procedimet penale dhe me arrestimet që janë bërë dhe me disa dënime që janë bërë zyrtarëve të lartë të Partisë Socialiste ose me kërkimin që është pallur ndaj zëvendës kryeministrit, me akuza që kanë ndaj zëvendës kryeministres së sotme, me arrestimin e kryebashkiakut ose atij që mëtonte të bëheshe numri 1 në Partinë Socialiste, Erion Veliajt dhe shumë ministrave të tjerë dhe zyrtarëve të tjerë të lartë të korruptuar, ku asnjë nuk e ha fjalët e Ramës që thotë askush mund të hajë dardha mbrapa kurrizit tim, kur në fakt ai që ha më shumë dardha dihet nga të gjithë që është Edi Rama dhe korrupsioni i tij madje ka vazhduar nëpër institucionet shqiptare në mënyrë galopante edhe ditët para zgjedhjeve, ku në shumë institucione të përfolura që i ka marrë mafia në kontroll një pjesë të veprimtarisë së tyre, mafia ordinere, vazhdimisht janë vjelur para nga korrupsioni dhe shiku është, spaku është. Spaku është i anësuar në krahun e Partisë Socialiste dhe kjo duket sidomos në rastin e Erion Veliajt, kur Erion Veliaj si kryetar legjitim nga arresti me burg, që është ka të drejtë të caktoj punët dhe pasardhësit e tij në bashki derisa ai të bjerë nga ky funksion, nga kjo detyrë në mënyrë ligjore, dhe Edi Rama i rëmbeu gjithë pushtetin dhe spaku u bë pjesë, duke thirrur përfaqësuesit që la Erion Veliaj nga burgu dhe duke i kërcënuar ata që të largoheshin për t'ia lënë lojën e lirë Edi Ramës. Njëkohësisht, gjatë fushatës zgjedhore, u burej që 2 ditë para se të bëheshin votimet, në mos gaboj në datën 9 maj, Erion Veliaj, i cili e di shumë mirë që në burg e ka futur Edi Rama dhe grupi i tij i ngushtë i ministrave, lëshoi një deklarat ku bënte thirrje në një mënyrë qesharake që kjo ishte fundi i këtij qesharaki, këtij megalomani që ka mbajtur ato qëndrime aq të ashpra ndaj qytetarëve, që ka rritur taksat dhe tatimet dhe ka ulur nivelin e jetesës të qytetarëve të Tiranës, ai që premtoi që s'do idhte asnjë metër kub beton dhe mbushi Tiranën, e betonizoi nga të gjitha anët së bashku me kryeministrin e tij sigurisht, bëri deklaratën duke ju bërë thirrje fansave të vet që të votojnë kryeministrin e shkëlqyer, zotin Edi Rama. Dhe kjo ndodhi, unë bëj një analizë me mendjen time, kjo ndodhi një ditë mbasi ata thirrën në SPAK Ajola Xhoxhën, bashkëshorten e Erion Veliajt, duke i bërë asaj presion si duket duke i shtuar 2 akuza dhe duke idhen medias të dhëna që edhe Ajola Xhoxhe mund të ndalohet dhe në arrest me burg, dhe me këta unë mendoj që është bërë presion Erion Veliajt në burg që të bënte një deklarat për të gjithë ata fansat e vetë që në fakt e tradhtuan, sepse socialistët nuk kanë në fakt ideale,
Në përgjithësi shumica e militantëve të dy akrahës, duhet thënë kjo vetëm për socialistët e PAM dhe për këta të LSI-s, të cilët ka qenë elektorat që brithe bazë Beriajt, kush ka pushtet dhe menjëherë e braktisin atë që duket më i dobët, duke vërtetuar, sepse dhe LSI-a është një parti e majtë, duke vërtetuar atë që thot ish sekretari Stalinit, Baxhanov në librin e tij të famshëm Kujtimet e një sekretari, që është shitur libri i dytë në mos gaboj, deri në vitet 45 mi shitur i mbas Mein Kampfit, ai thotë shokët socialistë thotë janë si tufa e uqërve. Fjala shok është no obligation, thotë Baxhanovi, nuk tregon obligim ndaj atij që ke në krah. Shok është largim, distancim. Kurse fjala mik, fjala vlla, kanë fjala zotëri, të kujton Zotin. Po e tradhtove, ke tradhtuar Zotin, fjala zotni ose zotëri. Kurse fjala shok është no obligation, thotë ai, dhe në çdo moment, sipas rrethanave, janë të lirë të shkëputen dhe atë që e kanë pasur afër, me të cilin kanë ndarë, edhe kafshitën ndoshta në kohë lufte ose në kohë vështirësish, janë të gatshëm t'ia futin. Shokët, thot Baxhanovi, ngjasin me kopen e uqërve, që kur janë të uritur dhe ecin në grup dhe nuk kanë ku të gjejnë ushqim, nuk din ku t'i sulen, kujt t'i sulen, kush është më i dobët, dhe ruajnë kush do të ngelet mbrapa dhe do filloj të çaloj dhe nuk do ndjej ritmin, aty e kuptojnë që ai është një ujk i lodhur, i pafuqishëm, dhe gjithë kopeja i kthehet dhe shpartallon dhe shqyen dhe ha. Dhe kështu janë në fakt shokët socialistë, sidomos e mora këtë shembull të Baxhanovit të përsosur që më ka pëlqyer shumë kur e kam lexuar, për të portretizuar një militant të majtë, qoftë të PS-s, qoftë të LSI-s. Të flasim një çik tash për takimin e Bashkimit Evropian. Është rasti i dytë që Rama mbledh tha liderat mos gaboj të vendeve të Bashkimit Evropian, po ky është një kulminacion ndoshta vjetre që të gjitha kryesorët, Meloni, edhe ky Hungaris që është që i qenë si trampistë këta, në fakt këta për interesa materiale të lidhur me Edi Ramën, me njerë thamë përshëndesim Edi Ramën ashtu si dhe Macroni. Nuk e di nëse kishte ndonjë paket me vete Macroni apo jo këtë radhë, po besoj që i kalon dogan pa problem, se kam dëgjuar që ka bler dhe një shtëpi këtu në Shqipëri dhe mendoj që duhet kontrolluara shtëpia her pas here. Sepse Macroni e ka shumë qef plurin e bardhë, ashtu si dhe ky Beskallaku i Ukrainës, humoristi Zelenski, i cili u bë president. Nuk dua të fyej Besin se e kam mik, por Besi është shumë më lartë se sa ky, dhe sigurisht çdo njeri mund të bëhet president, nuk ka ndonjë gjë, por krye kallira sot e Evropës që rrezikon fatet tona është ky aktor komedian i cili na mban gjithmonë në një rrezik për një luftë bërthamore. Dhe nuk e kuptoj çfarë duan këta të kabales që mblidhen vazhdimisht këtu në një vend me 1.5 milion votues, me 3 milion e sa rezident, me 4 milion e gjysmë banor, me gjithë emigrantët të cilët janë 37% ose 1.680.000 emigrantët e rinj, se ata të vjetrin ndoshta kam tekur para viteve 90, shumica e tyre, dhe një vend që vazhdon vazhdimisht të varfërohet dhe prej varfërimit të boshatiset. Ju kujtohet, besoj, vitet e keni dëgjuar, ata që janë brezi pak më mas se mua, që janë 85 vjet tash,
që janë gjallë ende e kujtojnë se si u transformua Shqipëria me ato mënyra dhe me atë lloj industrie paksa të prapambetur të kohës dhe nga ana e Rusisë dhe vendeve të lindjes dhe nga viti 45 dhe në vitin 60 u hapën 10 fabrika që në atë kohë ishin moderne dhe punësuan njerëzit tu në Shqipëri. E të njëjtën gjë bëri dhe Kina deri në vitin 78 apo 80 kur ishin ato kontratat, e cila hapi gjithashtu shumë fabrika dhe metalurgjin gjithashtu. Dhe si shpjegohet që ka 35 vjet këta klounët e kabalës, këta karnavalet, ta karagjozët që mblidhen her pas here këtu në Tiranë me në kryet dardarin e korruptuar të shtetit shqiptar, nuk kontribojnë të hapin një fabrikë. E imagjinoni juve sikur të futet Shqipëria në një luftë me një vend komshi këtu, sa para edhin ata për të vrarën e me njeri tjetrin, sa toni, 1 miliard, 2 miliard dollar, 3 miliard, 5 miliard, armatime, vetëm bërni luftë, vrituni, gjenë sebeve që mos ndodhë paqe që luftat filloj. Ama po t'ju thuash për të kontribuar që të ndërtohet diçka që shqiptarët të rritin prodhimin këtu, ata nuk japin asnjë kontribut. Sidomos aty ku ndodhet Anglia, e cila komandohet nga qendra që ka të gjithë deep state-in në vendet e ndryshme të botës ku ka deep state, vetëm në Anglisë ka deep state në perëndim. Të gjitha vendet ka deep state. Pra, deep state është agjentura e Anglisë, ja u kam thënë edhe një herë, në çdo vend të botës, duke i marrë, duke i shkolluar atje dhe duke edhe në agendat e Anglisë. Dhe agenda e Anglisë qoftë për Evropën, që e do sa më të rënuar ekonomikisht, qoftë edhe për vendet ku kërkon t'i ketë koloni, si Azinë, si Afrikën po, si lindjen e mesme, vendet myslimane, kërkon gjithmonë t'i lerë pa rrugë, pa ujë, pa drita, të prapambetur. E ka në strategjinë e saj familja Windsor ose Saxe-Coburg e Britanisë së Bashku me lobin financiar të City of London, të cilët kanë institucionet e tyre, Round Table që është shndruar në Chatham House ose zyra për zhvillimin e kolonive. Sa herë që bisedon me anglezët, ata nuk të thonë si të ndihmojmë, çfarë të bëjmë ndonjë të futim në një investitor të madh të bëj laptopat, të bëj kompjuterat, të bëj një fabrikë të madhe, ose këtë gjë edhe gjermanët çuditërisht nuk e bëjnë, që kanë interes përballë slavëve që janë bërë një barikadë në Ballkan, ish Jugosllavia e ndërtuar vetëm për të bllokuar Gjermaninë, edhe që Gjermania është një shtet që ka interes që shqiptarët, muslimanët e Ballkanit në përgjithësi, Turqia të zhvillohen, ka hequr dorë nga kjo traditë dhe ata nuk na ndihmojnë. Franca po se po, vjen Macroni, puthet me Ramën, njerëzit egzaltohen, sa udhëheqës të madh kemi. A u rritën pensionet tuaja? Jo. A u hap ndonjë vend pune këtu në Shqipëri që të kthehen fëmijët tuaj? Jo. Na thoni që ne kemi emigrantët tuaj. Kemi 900.000 emigrantë në Bashkimin Evropian. Okej. Kemi 900.000 emigrantë që në ndihmojnë me remitancat familjet tona dhe që janë një pikë oksigjeni në fytin e tharë të shqiptarëve. Por ne kemi një deficit tregtar prej 5 miliard dollarësh. Ne importojmë 9 miliard dollar gati dhe importojmë dhe eksportojmë 4.2 miliard dollar. Pra, diferenca deficiti tregtar është gati 5 miliard dollar. Dhe kjo tregon se sa aftësi dhe sa fuqi ka konkurruese ka ekonomia jonë në botë. Ne nuk na lejojnë të zhvillojmë bujqësinë, sepse nuk duan që fermerët shqiptar të prodhojnë. Këta i duan tokat bosh që të ketë zibuke mundësisht. Kur t'i futin dhe këta tjerë nga importojmë ne, që dhe ata të mos prodhojnë me luftra, Ukrainë, Rusi, tokat e bukës, të mos lejohen të prodhohen. Në Amerikë, Bill Gates dhe këta kabalistë e tjerë kanë bler toka pa fund, latifondistë të mëdhenj, nuk lejojnë të mbillet, ose ato që mbillen janë të mbushura me pesticide dhe me helme që
të shkurtojnë jetën njerëzve dhe të bëhet depopullimi. Është fatkeqësi që nga Shqipëria ky Rama shkon në OKB, bën debat me përfaqësuesin rus. Vjen këtu që nga Tirana sulmohet Rusia, të gjithë sulmojnë Rusin me përjashtim ndoshta të Erdoganit që mbajti një fjalim të ekuilibruar dhe të ndonjë tjetri. Populli rus është një popull i fortë, është një popull që mban shënime në histori. Ne sigurisht orientimin duhet ta kemi nga perëndimi, po duhet të jemi dinjitoz. Duhet t'ju japim, por dhe t'ju kërkojmë të na japin. Sepse marrëdhënia është reciproke. Nuk duhet vetëm t'japësh dhe mos marrësh. T'i japësh Italisë bazat për të sjellë tuajt. Dhe çfarë është më e keqja, edhe Partia Demokratike është një parti e qendrës së majt. Është një parti si e Mercit. Merci është një spurdhjak globalist, një fundërin që është edhe më i keq se Angela Merkel, e cila kishte një çik diplomaci kur fliste. Ky është një spitullaç, një nevrastenik që s'ka diplomaci dhe që është kundër atyre që ndjekin politika nacionaliste siç janë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia. Të paktën kështu duket. Megjithatë, ka shumë pikë pyetje nga mbrapa nëse lufta do zgjerohet dhe do vazhdojë. Qofse ata janë bashkë, kjo është një fatkeqësi e madhe e botës sepse mund të arrijmë në goditje nukleare të shumë territoreve me bomba të vogla radioaktive, taktike, jo strategjike, pra që godasin një rreze të një qyteti të tërë. Është duke një qytet. Bien aty dhe llogarisin fuqinë e saj që të rrëzojë gjithë ndërtesat, vras gjithë njerëzit në një sipërfaqe të caktuar, në një territor të caktuar. Dhe kjo mund të jetë bërë edhe herë të tjera në botë, sepse këto armët bërthamore nuk i kanë bërë kot. Dhe nuk dihet se kush i kontrollon në fakt, pavarësisht se thuhet i ka Rusia, i ka Amerika, mund të jetë dhe një lojë që t'i lëshojnë pasaj me një kompjuter kundër të gjitha vendeve dhe të thoni që shiko, Evropën e goditi Rusia, Rusinë e goditi Evropa, edhe kështu me radhë. Shikoj shumë gazetar të ngazëllyer nga ky takimi. Edi lideri ton, këto Herald Tribun japin Edi Rama, shko sa i gjatë edhe ka fite dhe ka qinç mi gjatë se Starmeri e ka fotur në hije, Isa Buletinin shqiptar me 2 kobure që yri atje në takimin e asaj me ato veshjet me xhamadane, me kështu që tregojmë ne këto prallat, edhe na tërheqin këto gjërat ekzibizioniste të jashtme, kurse nga këto takime popullit nuk i shtohet asnjë gjë. Shqipëria ka një GDP prej rreth 23 miliard dollar dhe ka një buxhet të projektuar për këtë vit prej 8.2 miliard dollar për shpenzimet, ku futet dhe deficiti buxhetor me 2.6% në mos gaboj, është ashit GDP-s në buxhet financimi me borxh. Në kohën e Partisë Demokratike në vitin 2012 ka qenë GDP-ja rreth 12.4 miliard dollar dhe sot është bërë 24-25 miliard dollar. Pra është dyfishuar për 12 vjet, ndërsa GDP-ja për frym ka qenë në vitin 2012 4.000 euro dhe sot është 8.500 euro. Dhe kjo është dyfishuar. Mirë po, a janë dyfishuar të ardhurat tona duke pasur parasysh që inflacioni është 2% në vit mesatarisht ose 3% për 12 vjet i bie 30%, është rritur të paktën 30% që të kemi të njëjtin standard jetese me vitin 2012 për shumicën e popullsisë? Jo, sepse çmimet janë ngritur 2 fish ose 3 fish të banesave, të ushqimeve. Dhe këta thonë është 2% inflacioni, po në fakt inflacioni i fshehur është
edhe mi lart. Dhe çfarë tregon kjo që ky tregues që ne na është dyfishuar të ardhurat për frym, por shumica e popullsisë ka rënje të standardit të jetesës në krahasim me vitin 2012, çfarë tregon kjo? Kjo tregon që është pasuruar një grusht i vogël njerëzish të cilët janë pranë Partisë Socialiste. Dhe me këta bëhet korrupsion, këta marrin tendera, këta kontrollojnë doganat duke kaluar mallra pa dogan e tjera, e tjera. Duhet thënë që sot Partia Socialiste arkëton në buxhet 28-29% të GDP-s formale, sepse në fakt GDP-a informale është akoma dhe më e madhe. Dhe GDP-a informale ka dy sektor, ka sektorin e zi të krimit të organizuar, ka dhe sektorin gri, që është ekonomi legale, ligjore, por e pa formalizuar që sjep kontribute në ekonomin, në buxhetin e shtetit, jo në ekonomi, se në ekonomi jep kontribut dhe efekt se rrit volumin e prodhimit të vendit ose të shërbimeve. Duke qenë që është dyfishuar buxheti i shtetit nga 4 miliard në 8 miliard, duhet të paktën paga nominale, jo reale, duhet të ishte dyfishuar për pensionistët dhe për të gjithë punonjësit e administratës publike më së paku dhe pasaj dhe për punonjësit në sektorin privat. Ti ndonjëri të më thot mua që për 10 vjet ishte dyfishuar paga, ai që merrte 400 euro në sektorin publik mund të më thot që sot merr 800 euro? Jo. Ose ai që merrte, mësuesi që merrte 500 ose 600 euro para 10 apo 12 vjetësh, 600 euro bruto pagën para tatimit, sot merr 700 ose 750 ose 800 maksimumi ose 850. Nuk marrin më shumë sektori arsimit nëntëvjeçar dhe i shkollës së mesme. Pra, nuk ka dyfishim të pagave. Njëjta gjë ndodh me pensionet. Prindrit tanë kanë marrë $170-180 pension para 10-12 vjetësh dhe sot kanë po të njëjtën pagë, ose mund të jetë ngritur 20 ose $30 që është 10 ose 15% në krahasim me vitin 2012. Gjithashtu ka një korrupsion të lartë në normën e investimeve, kostos investimeve, sepse vidhet nuk bëhen investimet me të njëjtën kostot të përafërt që i bëjnë vendet e tjera të rajonit ose vendet e tjera të Bashkimit Evropian. Kostot e shpenzimeve publike për investimet publike si në Shqipëri dhe në vendet e rajonit. Në Shqipëri janë shumë më të shtrenjta për shkak se korrupsioni është shumë i madh dhe Shqipëria listohet ndër vendet e korruptuara. Ajo që duhet të thënë është fakti që nuk e dim nëse Edi Rama mund ta mbajë qeverisjen e tij, të vazhdojë ta mbajë pa patericën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Deri tash Shtetet e Bashkuara kanë heshtur për njohjen e zgjedhjeve. Në fakt janë 3 opsione që mund të ndjekin Shtetet e Bashkuara, Departamenti i Shtetit. Ta lërë kështu siç ka vepruar deri tash këto 4-5 ditë në heshtje, mos flas fare për zgjedhjet dhe kjo është një disaprovim për rezultatin e zgjedhjeve dhe kështu në heshtje, të mos i njohë zgjedhjet. Kjo është një goditje fatale për Edi Ramën, dhe e treta është që ti njohë zgjedhjet. Kjo do të ishte goditje fatale për mënyrën se si e shikojmë në demokracinë amerikane dhe sidomos presidentin Trump.
që ka ardhur në pushtet. Unë mendoj që nuk do të ndodhë kjo e treta, megjithatë do të shikojmë, ndoshta dhe gabohem. Unë mendoj që mund të ndodhë 50% e para dhe 50% e dyta. Nëse do të ndodhë një nga këto të dyja, qeverisja e Edi Ramës do të jetë një qeverisje e vështirë, por që të ndodhë kjo duhet shoqërohet sigurisht me riorganizimin e opozitës dhe sidomos me riorganizimin e partive të vogla. Partitë e vogla kanë marrë rreth 150.000 vota që duhet të përktheheshin të paktën në 13 mandate dhe ato kanë marrë 4 mandate ose 5 mandate, nuk jam i sigurt sa kanë dalë, dhe ju mungojnë 8 ose 9 mandate të paktën që ju janë mbjedhur nga që ata nuk u bashkuan, nuk bën oligopol, por menduan të vepronin si më vete, se cili më vete me atë entuziazmin e rinis dhe mungesën e eksperiencës që kishin liderat e rinj të këtyre partive të reja. Këto parti me numrin e votave që kanë marrë mund të bëheshin kingmaker. Ne kemi një eksperiencë me fuqinë e madhe që mund të fitojë kingmakeri dhe me imponimin e rregullave të lojës për të përmirësuar situatën dhe demokracinë dhe nivelin e mirëqenies në Shqipëri, por mund të luajnë dhe një rol regresiv, siç ka qenë rasti vetëm kur kingmaker u bë LSI-a, por që korrupsioni dhe etja e madhe për përfitime personale të një lukunie njerëzish që drejtonin të parti e shkatrovi dhe sot LSI-a shumë e dobët. Jo se PD-ja nuk ka qenë e korruptuar, por për hir të së vërtetës duhet thënë që këta që po vjedhin këto 12 vjet janë në një fuqi eksponenciale për korrupsion. Megjithatë, më mira për Shqipërinë do të ishte që të dyja partitë mëdha të rinovoheshin. Një votim inteligjent do të ishte që PS-ja të ndaleshe mos kalonte numrin e nevojshëm për të votuar, për të qeverisur dhe Shqipëria të drejtohej me kompromise dhe jo nga një sultan që ne jemi mësuar ta quajmë sultani i Surelit. Sigurisht që atyre që situata ju duket e bukur, duhet ta kuptojnë që me partnerët me të cilët bashkëpunon Edi Rama, me sionistët, me kabalistët, me globalistët, shkalla e emigracionit do vazhdoj të rritet, nga 37% mund të shkoj 40 e sa, dhe ajo synon që dhe në vitin 2030 së bashku me globalistët, të cilëve u shërben në radhë të parë, në Shqipëri të mos mbeten më shumë se sa kanë qenë votuesit të radhë. Pra, edhe 30-40% tjerë nga këta që janë këtu të largohen dhe Shqipërinë ta mbushin me aziatik, me afrikan dhe me popull të tjerë ku shqiptarët do të jenë një treta dora dorës me kalimin e viteve e numrit të banorëve. Ky do të ishte me siguri një skenar shumë i keq nëse do të ndodhte. Mendoj ta mbyllim këtu emisionin sot, pasi ju fola se fitoria e të majtës mund të rezultojë si fitoria e Piros. Pushtetet diktatoriale dhe pushtetet autoritariste janë shumë të forta, por deri 10 minuta para se të bien. Kjo është një shprehje që e uazova nga komenti i një analisti shqiptar që s'dua t'ia zë emrin tash për reklam. Nga unë Alfred Sako, mirupafshim. Mos harroni të bëni subscribe, është pa lek dhe pa mundim. Tung tung.